Partitë politike ende presin parat nga buxheti i shtetit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe presidenciale që u mbajtën këtë vit. Nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor sqaruan se raportet e tyre janë bërë, por pritet konfirmimi nga Kuvendi që të realizohet pagesa. Sa i përket pagesës me të cilën duhet partitë politike të marrin kompenzimin për votat, për çdo votë të cilët paguhet me 15 denar, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka dërguar raportin e saj në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë dhe tash në bazë të nenit 86 të kodit zgjedhor, Parlamenti i Republikës së Maqedonisë apo Kuvendi duhet të sjellë vendim me cilën të përcaktojë se sa çdo parti politike do të marrë kompenzim për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale që u mbajtën në prill të vitit 2014. Nga BDI-ja thonë se duke pasur parasysh faktin që paratë të cilat partitë i marrin nga buxheti për zgjedhjet mund të përdoren vetëm për të paguar shpenzimet e bëra për fushatën zgjedhore, është shumë me rëndësi që ato të derdhen sa më shpejt në llogaritë e tyre, pasi pikrisht prej tyre varet edhe pagesa për të gjithë ata që u përfshin në fushatat zgjedhore. Do të kisha apeluar si sekretari i përgjithshëm i partisë që kjo të ndodhë sa më shpejt, sepse partitë politike kanë obligimet e tyre financiare dhe ndaj kontraktuesve tjerë, të cilat i kanë pasur gjatë fushatave zgjedhore, dhe sigurisht që këto mjete me që janë të dedikuara për një qëllim të caktuar, pra për fushatën, ne do të mund të shlihenim edhe borxhet që i kemi ndaj kontraktorëve tjerë. Nga LSDM sot nuk dëshiruan të flisnin për këtë temë, ndërkaq pa koment mbetën edhe ata të VMRO DPMNE-s.